Mirë se erdhe në podcast. 19 vjeç kam mësu dohanin, 18 vjeç motorin. Nëse do ta marrësh një motor Vespa, do ta përdorsha me ik deri te motori. Sa herë ke rënë në motor? Po kanë ai kush e di se çfarë po çesh të dek. Mu me ma shokush motorin minimumin orën ja shoj, po më ikush. Çfarë mesazhi ke për motoristët? Veç mos ju hin vetin që Mirë se riktheheni në një tjetër episod të podcastit ton për motora. Si që premtova herë në fundit, kësaj herë kemi të ftuar një personazh shumë të dashur të botës së ekranit, por jo vetëm, edhe një komedian mjaft i suksesshëm. Ai vjen sot për të ndarë pasionin e tij mbi dy rrota, Tan Brahimi. Mirë se erdhe në podcast. Mirë se u gjeta valla. Po se keni ftuar këm tjetër. Me ton këtë prezantim. Prezantimi është më se i merituar. Faleminderit. Ndoshta është dhe pak sepse unë nuk e se jam në një showman, por që e meriton më shumë. Faleminderit se u zoti. Jemi kurioz të dim si ka startuar pasioni jot me motorat. Për zotin, motori vesi jemi parë është. Dhe më thonë, më parë kam mësu motorin, diçka. 19 vjeç kam mësu dohanin, 18 vjeç motorin. Dhe qysh atëherë nuk jam do, sa a ves është. Do të thënë dy vese para shumë në një njëjtën mos. Ma vese sa dush më në rrugës, po që e kena fillu me vese. Cili ka qenë motori jot i parë? Më ka pa falë dhonë riko, kanë dikur një Rizato 50. 50 kubik shë dhe kishte lane disa ku aty në shije. Kishte si sa 2-3 vjet në shije, ishte ndryshket. Edhe marrën atë përdoret, po kanë si Piaggioja po pa konza. A bën mirë përmend ta morgat e motorëve. Përmend çfarë duhet. Rizato. Si në shtëpi. Tash shkojun me Rizato përdoret, ishin do djem që punoshin aty në Shkodër, një Eli e përshtasin nëse është kontonel në gjuhë. Edhe i shkojun me të përdoret, isha fëmijë i vogël aty. Grasim me ata se ishin të rritun. Edhe i thamon, me nezi tham këtë, e shefa jetë më dojë, ishe ndryshket. Po më thëtë futej të më thëtë mua, dhe futet aty ven kamalet, më thëtë ku fiket, më thëtë mua. I thamun, Allah, kam me nez, po me fiksa. Nize me këmë besoj, apo? I bonje, jo, po me këmë nez, si që i bonje atë, që tash na duket ke gjatë thjesht i hoçi kandelën i futi shëring benzin mbranda xhevi kandelën e futi nezi unë shënë vjer fus dorën xhepi jep ton lek i hypi motorit sa dol atje marr ai shëring benzin u fik edhe herë për dorën deri në shtëpi besoj që nuk argjonte shumë benzinë ai kështu që me 1000 lekë. Ja, po ishte direkt ajo një atë sa kishte. Si thoshën, çikreti konton atëherë duket. Po. Si halli benzinë. Po motori i parë me freksion? Motori i parë me freksion. Më vonë pa hall një 3-4 vjet mu deri që përfundova te motor. Aprilia Red Rose, ko kanë 125 dy kosh. Edhe kishte grupin e prishur se shkova unë te i mjesër ta bëj unë tha mua nëse i paguva lek më vuni grup po paqet. Mirë po ishte pak a shumë stili këtyne Aprilia Red Rose është i tipi vjetër. Po. Mirë po i shkurt edhe unë për mënajt kështu i shtry i psha te kia mbrapa. Për mënajt kështu. Mënaj po ta marr një kishte baba një Vespa Koza. Që mu s'm kanë pa pëlqyer ndonjëherë Vespat, më falni se ka njerëz që janë shumë fiksuar me syne, nuk kanë hinë sy kur. Edhe kishte baba i Vespa Koza 200 mirë, po u pat rrëzu me të dhe i xuni kamën edhe s'dote me pa mo. Ma hiç ta shtëpiet unë e mora atë. Mora edhe i shok mjeshtër, edhe më mjeshtër se unë e shfuku dhe shku me ndru me një Suzuki XD 650. XD a XR, se di çka ai kështu. Karkalec. Po. Shku me na kontrollu me gjojë na njëri më mjeshtër se tjetër, edhe nëse me zomot, po kthejte mbrapsa se ishte piston tek. Po. Nëse edhe me disi shefaj, mirë këtë ka ai s'kishte pas pik vojt mbrapa. Unë nisha se punonte thot, po hiç i dha me motorin aty isha në verë kur shkojmë njët me servisin e motorëve që kishte shoku, ishte një dentiste. Dhe na kishim motorin këtu me marmit ka dentiste dhe thamaj, helli mi tham pak vej, po ma helli dhe fije, bjerë dhe shishe dhe ma helli dhe fije. Kur e nes ma atë, a i ko kënë tymi moj malë, a i ko kënë protest këtë, ja mush me këtë asoj dentiste s'bardh këtë, bone mrana të dola, bone i gjiru, bo këtë bardh. Çfarë nuk të pëlqente Vespa? Ndoshta se ka kubaturën e vogël, apo pëlqen shumë motorët e mëdhenj? Falni, a të pëlqen ti se mos të rosh mësh? Po tani, ç'është gustosh është? Po, është. Nëse lëviz për qytet mund të bësh një shititje, po domethënë unë për motor Vespa, domethënë nëse do më ngelej motori i fundit, nuk besoj të merr Vespa. Po. Duaj motor më të rënd. Po, ashtu. Të punoj me zhurmë më të madhe, të ketë më shumë fuqi. Edhe unë, nëse do ta marrësh një motor Vespa, do ta përdorsha me ik deri te motori. Këta që përdorin MotoGP që shkojnë deri te motori kur bien. Po, formë këtë qytetare shumë, po është shumë qytetare. Po. Shumë njerëzor. Do pak më agresiv. Po tani çfarë motor është? Tash kam këtë.
triumfin, kam me një Honda kështu V6, se tash vonë kam kaluar te këto, është edhe si çështje ta kërkan trupi, është mos disa kohëve ta kërkan trupi. Në fillim ata sportiva ti kena pas çik. Kërkaleci ka kanë motori i parë, që kam hyp, mandej prej 650 kërkalec kam pa hyp te një CBR 400. Në atë kohë ishte. Në atë kohë flas 2005, diçka kështu. 2005, 2006. Në u duk shumë, më duk bot tjetër, u fillon të na rrëshitur se isha pasagjer. Në atë periudhë kërkaleci ka qenë ajka, duke qenë se rrugët tona nuk kanë qenë ajka. Po. Ai ishte i përshtatshëm. Ai ishte fiks për atë punë, ishte fiks për këta rrugë që i hapshin, sot edhe i myllshin mas 4 vjetëve kur vishin votime tjera, ishte 4 vjetë veç kërkaleci. Ka qenë bëhet punë. Ke çakull, ata pucetat e dalur na kështu, ata tubat po asfalt kërkon. Mandej po ta infektu me këta sportivat. Kushti ka fiksuar këta, apo ke qenë pasionat? Është edhe me mosh, po duhet edhe me pa bërë diçka gjatë asaj moshe, se nuk është, kam i shok sot unë desh, më thëtë mu në 2006 në tregon sportivin, nuk e din që bën sportivi, në këtë kohë ku për flasën në 2006 kena kena taj servisi, kishim i grup shok që umbledh që ma ty, në atë kohë nuk ja dishim se e kishte emrin, se ishte pa kalquqe, a i kishte një Honda, i kishte rënë dorë ati shokët që kishte servishin një Honda STI 1300 V4, ishte shumë agresiv, po nuk ishte asi kalquka si gjo, vetëm serbaturin edhe ishte kejt zhveshën, ishte shumë agresiv. Mirë po ne atë e kishim kështu si shoqe kolektive, i hypshim tanë me rolla, në fund u martu njeni me të që i kishte lek. Tërsi, aje mori se i kishte lek, ne shqipshim, na shkote goja lak për atë motorin. Mirë po aje shoku që sot në tregon sportivin, e mori atë motorin edhe bashkë me të vajnë e morin për dorët edhe qunin të fikun deri në shtëpi. Kishin frikë me ndjes ata. Pa shkete vërtet më dha, në qo se je konë të më në gjuhë vëjem. Më të trëmë se s'ta përmendi emrin. Do të bëjmë tag emrin poshtë. Ja, për dorët deri në shtëpi, e qunin në shtëpi, nezën kamalet snowboard. Ne na kullohet e kështu më, kur e shifshim atë motorin, doshim veç me deknte. Edhe tash, si më thonë, na kena kaluar fazën e marrinave, na ka rujt zoti shumë mirë, kena pështu ja 3-4 vjet. Prej tonë aty ka lëbë. Mirë po, fillan të kërkan trupi diçka tjetër, mo serioze, mo kështu. Mirë janë ata, janë mirë, janë këtë relax, po shanë trupi, shkën kur... Çfarë motori ka ky versioni që kemi këtu? Ky është 2300 kubiksh. 2300. I ke vënë një pjan gazi apo e ke... Jo, se e kam bullo. Shpenzon? E kam menu shumë herë, jo për kështu, pa e menusha për me po, si më thonë, 2 karburante për me menu me ecë ma gjatë, ma se marrë bidona me vedi e kështu. Kam dash me havuj motorit. Po kështu shpenzon? Jo, ma kuj ka atë versionin që s'hargjan asë gjallë dhe versionin që ta hargjan tonë prej herit. I ka të dyja? So e prej ka. Jo, kështu eci unë, a vash eci, i qetë. Kur s'mjat s'man kush. Po kështu sa ku e fuqi ka? Nuk e di, vo. Nuk e di që është 2300... Po si është me torkun? Ka hapjet fort? Po, është shumë. Përgjigjet për çdo ndrymë marshet, që me janë të i fut par dytë. 4-5 e në dhe më të të rëshit durët për e ti mund. E ko është agresiv. 200 e ko atë kilometrojë, po 200 që në rrën shputat, dhe më e ko apë shumë shpejt. Nuk ka, se s'ka aerodinamike që është veç për rrugë drejtë, unë po të ardi këthe sa gjo, fillan e banë kështu mëllë. Kjo është veçantia e këtyre. Po çka krahasimi është ky për shembull me V6-ën e Hondës? Ka një diferencë që ty thot një sekundë se këtë? Po, V6 a Hondës të kanë dubel vetë, është me sa kam pasur një informacion, më shumë i gabum. Testodat lineare me sa di unë janë më shumë për shpejtësi, kurse W është më shumë për kuaj fuqi. Ai ka në V, V6? Ai ka në V, ka 6 kur e lëshon për momentin, si më thonë, lëshon. Po, si Ducatit, se Ducatit ashtu janë. Pastaj BMW për shkakun që kanë ose rënjishet që kanë më hapjen më të Po, e kanë më, ky nuk e ka. Ty cilit i ngjit më shumë? Është si përzim, nër të dyja boshtu, kanë kubik i mall, nuk di me ta përshkruaj, duhet veç me nis. Përgjigjet jashtëzakonisht shumë, çdo lloj mjetit përveç motorit sportiv që është i shpikun veç për shpejtësi, çdo lloj mjetit që ecë në rrugë, çajon GS-ha, ADV-ha, Goldwing-a, Copa Dirge, gjona janë. Po te Harley ke menduar të kalosh ndonjëherë? Apo je pak a shumë një standard? Pak a shumë një stil gonë, që ata i kam dashur që janë shumë fanatik të Harley-t, ka disa gjona që më pëlqejnë shumë te Harley, është ajo drillja. Ajo drillja po. Ndikën e bezdisë, ajo kështu më pëlqej shumë. Më kujtoj kohën kur i kam pas dhamë të mi. Ishte diferenca si me dhamë tu i si me dhamë të bumë. Harley e ndin dhe më thonë që i tu nisi gjohë. Kështu ajo kamja që i rëshit të moshë, lau, dhe më nuk ke problem me gjithë, tak, pa del, as pa del në folio, po kaq. Këta punojnë më ëmbël.
Do të kanë atë hapin më të butë. Unë jam më shumë të çdo lloj motorit që nuk kam nevojë me zonë shok mush një servis motorash. Janë japonez, ashtu edhe ky është shumë nuk e kam përdorur shumë, po më kanë thonë që është motor që vdes në kam, më thonë, nuk ka asnjë probleme gjona. Jam te motorat me transmision. Më shumë nërton. Një havale më pak është ai transmisioni. A merr vesh në mekanika ti? Apo thjesht i vetë çelësin? Marr vesh. Marr vesh se kena pas gjithmonë vjetërsina, kena merr në rrugë, dosh me ndëze me ike. Çfarë shërbimesh mundi bësh vetë motorit pa e çuar në servis? Çfarë shërbime çdo gjë po i hap testatën. Prej aty. Do të thënë vaj filtra zinxhire, këto sistemimi Po janë sinjale, nezi vjen kurrenti, ta elementore sa mos e met në rrugë. Mandaj me hek testate kështu me zmontaj po, me montu. Sa herë ke rënë në motor? Kam rënë. Ku di unë tash? Kam rënë. Një më rrezikshme që ka paken, një kohë që kam pasi sportiv. Më duke rrugë krejt e drejt, ishte kthes shumë, po ishte krejt e omel, duke krejt e drejt. Ai dhashën aty u çthura krejt, vetëm kur e poshë merdi kthesa këto. E kam po marr murin kështu. Ke qenë me sportiv? Po, me sportiv. Edhe u shtremnu, aty kam po aty i kishte hyp drejt që vlla, në kuptimin më të thjeshtë fjalës i kishte hyp drejt, ishte bë motori kështu. Kam valla ishte drejt. Domthon, unë kisha rënë tokë, bona unë dasa do për mua shur, ashtu si legjend edhe e shifsha motorin kishte me gazë ta kum të marr drejt. Motori ishte bë shtrem, nuk e kuptoj si mund të ecin drejt i motori shtrem. Eci drejt fikon e shoh. Dosta në inercia shpejtësie ke pasur vazhdon. Jo më ishte në gaz, se kuptosha, gazin. Ose ndoshta të zhdukur ty në ato momente. Jo, më ardhi mbrapa shpinë, si më duhet. Erdhi mbrapa, më shtyvi edhe herë. Më ka pagalu i shtyll kështu. Se bona da laradosha kështu për mura, më kaloi një moment fati e mas miro me bolla asaj. Pshtova. Ajo kanë më rrezikshme që kanë bë. To kanë ai kush e di se çfarë po çeshtu dek për pak. Se s'kan rrugë të mesme, domethënë më rrezue më çun kamash telebin konkret. Edhe herë tjetër kam pa bën një provokim shumë të madh. Ai ka qenë provokimi më i madh që kam bën një temë. Nuk e di se sa kena kohë na mundën na. Kemi kohë. Ai ka qenë provokimi më i madh me të njëjtin motor. Ky është të posna si shoqe kolektive, se në një motor ishim 10 vet. Kujt i bite motorin dorja për donoshim ton ditën. E kishte pagu bashkë apo ju kishte? Jo, valla. E prishim na për javë, çdo që na bite dorë dhe ne fukaralleku na pa psu jetën atë. Faleminderit Zotit se më pa pas tek me pas diçka që na kishte jetu 2 javë kishim dek ton në rrugë. Por këtë sa kisha blej këtë motorin e drejtova unë shasinë e këtij, mua e filluam të hyj prej në 10 paradites deri 11 natë, po di, filloi u hollu, voju, xeu, bo. I fundit që ma prunin dorë motorin, ma prunin me i krisën. Kishte fillu me ra bjela, po tak. Jam pa qu natën tu lut, o zot inshallah sa bjela, o zot. 3 natë. Kishim gjana shpirtit, mo. Ka kanë fukarallek i madh, fukarallek për kohën, edhe sa që kena kanë ndaj biznesmen ndaj punëtor, kur mendon vetëm bëhet shef marrën lek. Edhe atë motorin unë e kisha me krisëm. Mirë po i kisha hek plastikat, i kisha hek kallçuçet, i kisha çu me lyj. I pruni ai kur ja vuna unë kallçuçet, më po u dukte i ri, ama bjela ishte rak punote 3. Edhe futem te një sa u pat bëu unoza e Shkodrës. Futem në unozë, sa hin, shofi kallabllek njerëzish. O thamë, ne i varrim 10 dorë sa më shikon mundësi më. Tu afru, filloi me kuptu kishte kanë postoblok. Ato kishin informacion sepse ishte bën një vrasje në atë kohë dhe kishin informacion të sigurt që ai autori ka me kaluar ajo rrugë, edhe nalshin këdo që kalote veç për mi kërhu pasaporta, kartë identitetit, a kush je. Tash s'po di me ta shpjegoj se më duhen. A mund t'i xherrim objektet sa shumë e fortë, ajo është historia e jetës, nuk e di si kam shtu atë ditë. Kjo ishte unoza. Këtu ishte një fogon mund mes rrugës i kthym shul. Këtu ishte një C-klas greje, nuk ja harroj as në zyrë, ka kanë në drejtim këtej ka isha ato ikon, ndërkohë unë isha ato ardh prej këtu. Dhe këtu ishte ta marrë sekond telefonin. Qenë se i ka se ndoshta nuk shifen të videot. Këtu ishte një forisat përballë me mua. Tash ishin disa trupa gjashtu kry rrum, edhe bëhet bajem, bëhet mua. E kuptova unë tash, ta dojnë me mnal motorin, si po më marrin motorin, miku mu fill, po më marrin motorin sa ja lyva kallçuçet. Edhe e shifsha në dritat e rrugës, ja shifsha hijen unë atij që ishte tuar me, sa ja shifsha dorën të më prek shpinën, i thosha, i fija dhe lshosha, filloi shto të hapin ai. Sa edhe bajem, kur e po vjen foristori që jam nis, si më thon për drejt, ai filloi të i vuka pak. Se e myllte komplet, një foristor e myllte këtë kursin e rrugës. Aty më i mend që i kam fut.
por dytë se mos u gabofsha një FZR ka kena YZF, ku diun se çka ka pas jam por ditë që kapte 130 me të parin. Edhe i kam fut parin, i kam fut dytin xhirën maksimum dhe mrita në vend. Ai që ishte të mazon rrugën, mo ishte thjesht po ata mes, ata pshtej. Edhe frenoj një moment, fati jem shumë i madh që mbrën te ajo makina te Foristroda, kon dy prej shokëve se në ngacmoshim me njëri tjetrin, këtu kusha më i marr, kusha më i marr ishte më i suksesshëm. Kisha dy që i boshin se të marr aty, edhe ishin të pa me si tyre. Pisha që mos kritikojshe nga ata? Jo, dosha dëshmitar më bo, se s'kishte video gjona, dosha t'i kanë me po qa kanë bo, mos i kalova unë. Me folë të grupi? U trema i bo, ajo trem frenoj edhe m'la mu sa mos me dek, m'la rrugë sa me hi, isha nis me i ra makinës, mos e më marrë motorin. Edhe sa kalova, u nala, u qecova në tash, tash ja holla, kur shof makina tjetër ishte në në drejtim ka isha të ikon. Ata vrap me hinë makinë, ka ken një 500 metër drejt, më ne ishte kthesa të madhe gradë dhe vazhdo të 4 km këtë drejt. Unë oza këtë e ishte asfalti i ri këtë. Edhe unë e musha në gaz fort dytë, mrita te pallatit që ishte kthesa, atëherë u drejtu. I dhash gaz fort, për një 200 metër më fik motori. Tërsti? Mu fik motori, me motor përdoret, në për unazë të ecë. Fati jemi madhe ta hangrin tanë presionin, logjika aty në kanë thonë, kësë njët mama, më lene më se njek ma, kushe di ku kam rritë, unë isha me motor përdoret 3 kilometër. Ti të bëjshëm tutje? Aty kam shtu këtë, dhe më thonë, që kam shtu që aty po të mëzeshin, aty myqin, të mra, myqin leshin sa këtë bo, se bona tanët, trema tanët njëri aty. Po era fundit që ndore që në theve kraun, a që? Po ma theva kraun. A e di doktori që e këtu sot, apo? Po, jo, e di doktorit i kam njës video prej... E ke marrë provimin? Prej në aty ku isha, se u bo festa motorëve, unë e kisha krahun kështu, në vesha në timon kaq, edhe komandusha me këtë këthnaj. Edhe shkova drejta e festës e më vite more mas me shku, isha përgatit për atë festën. Edhe ja nisa video në tha po të rëzosha nuk u bote, ma krahu së bote fjallë, i kisha 10 vite qëtu. Po qëfar ndodhjet, se kam parë me frekuencat vogla, po se kam kuptuar? Nuk kuptuhet, do pjesën ma kryesore nuk e ka hap kamera. Unë që të eshtë disha me 40-50, a kam kene, s'kam kene. Edhe isha të kursia bashkë, isha bashkë me shok, ishim dojë gjiro, isha të i përju në gjiro, si me thonë edhe deli qenë me prapë. Fup, fillën gonë pore, mu. Një që mjafta i soj, mura zbarën, cile kur bananet. Ti e shmange apo e preke? Gjo vla, me mu halë fillën gomë, s'kishtë as shmange, as kur gjo, as sekund. A dash me vravetën ishke ti? Tu nga vrap më dha, fiks të vravetin. E kam pa videon me vëmendje mrapa, bile kam edhe 2 fjallë për këtë që mojnë qenë, sa përgjësi se i kena mojt vetë. Bo me kene që thjesht i mojt 200 copën, për mi qitë në hangër e me më vu mrapa. A nuk ishte qenë bashkije të në rrugë? Jo, ishte qenë shpijet e, se këtë bashkis janë mësu me rrugën, e kanë hapin ma të vasht. Ata kalojt e vjetë të bardë për të punë. Aja tërbu, asfalti, Halli e muaj qeni, e kam po në video të Zojën që kishte dalë me qenin, aja ishte të folë në telefon edhe më shef mu prej për bolë, se e kam po me kamerë. Ja vu në synin në qenit, pa manej në doli qenin i dikujt. I njotën, dosha me morë me avon në huj për adoptim, me mojt myllon mrema. Për Zotin, Allah që ishte dekun prej qenit. Po se dash me balsamos që me pas Jo, mo ishte... E shafat vojzën të folë në telefon, edhe në moment që më shef mu se rash në tokë, e mjullë telefonin, në këthejet me ikë, kënej ka ishte të marë! Qenit që kalon me vrave i vetë mrapa. Se gjeti që qenin si përfundim shtu? Jo, më se gjeti as bërtiti hes, dosha me e bot pakten me bërtiti herë, migull as. Unë pështova krejt këtë, në më thonë, i rash një gomë s'makins, timoni ishte i naltë, më këthy timoni më pështë, më thej vi krohën, që e kishën timon, asë gjasi ishte krohë, po në hangë në guditje shumë të ramë, në vedi, hangë shumë të ramë, isha krejt kësë, isha në pikë fundit, kisha shku në spital, edhe në nërë josh nuk i tregosha doktorit, i tregosha krahën, se tosha sot i thamë jam bratë, më thëtë uli brek. Ja, ma shim krahën, për njësa kështu, ma shim krahën. E, kështu. Jo, pështova këtë aty, se prandaj pa të motor për pak e gjohë. Po nga këto incidentet e kështu duke qenë se ti edhe familjar, nuk e menduar ndonjëherë thosh që ose unë s'po e ngas me motorin se ndoshta është i rrezikshëm? Po, e kam menduar vëlla, po është shumë i thellë muhabeti na gjysën e jetës duhet ta jetojmë për hatër të prindve, e gjysën tjetër për hatër të fëmijëve, po tonën kur e kena me jetu vëlla, se mirë. Dakor. Do të jesh i ekuilibruar. Po atë është na që dona me bolla në ditë jetë për vete se nuk shtyhet njëri fëmijëve na vetë që japim me hangër, rrit Zoti si na vorrit në tonëve si. Kena bërë shumë marrina 38 vjeç jam unë, 38 vjeç po deka se herë. Jo, jena më jetu boll. Po kështu rrugë gjata bën në grup vetë. Po, bëjmë grup, po.
me Steel Wings, aty jena grup shumë i mirë, jena shumë të lidhur me njëri tjetrin, kalojmë lozin, qeshin. I tash në rastin më të fundit isha të ngacmuar shok, kisha vu një bori që bite fort. Edhe ati shokut i ka ardhur një harri prej Amerikës e ka prit një 3 muaj sa ka bën një orë deri në Shkodër me porte me kret. Edhe kisha vuj buri unë, thëti shoke, po s'ke mua të fortet se t'arditi, thët. Që ku diskutojt, thëm, kja ja 3 borinë, nese, ku pa takone, unë te qilëci, shkojmë me motora, shkoj te qilëci, më djegët boria. Kisha djegë siguresat, ishe djegë folera siguresat. Nuk bënte për këtë motor, apo kishe për një lidhje për atjetrin, për atë kam një Honda V6. Edhe vjen e arditi me bori, ba me pa vite, është legenose këtë, unë kështu si legend, e të miro boris prej larë, dhe me ma trego ku e ke borin, mu mishte djekë, s'bosha sa. Ti e bëj me gaz, bama. Cila ka qenë rruga me gjatë që ke bërë në herë? Për rrugë gjatë shumë vlla kena bo, Shkodër Tetov, Shkodër Prishtinë. Shkodër Tetov për shtërgoat shiut, vlla luft. Më shtërgoat shiut prej ndërë të burrit. Po, pashi njerë që kishe dalë në shi. A mendon që është shumë e rrezikshme motori në shi? Po, fund, gjerote me të 5-in më vlla motori. Me të 5-in i fije e prekshe gazin më shumë veç boti. Zero, si me nduesin peshin. Ti del me veshje, apo si të vi? Po, në maksimum. Po tash në verë shumë problem, ashtë. Besë nxehtë. Shumë nxehtë, në maksimum, e respektoj në maksimum. Edhe rrypin e sigurimit, se s'du ma kanë havale në shpinë, rrypi i sigurimit. Kja është gjaja mo elementare, është këtë logike që kur të bish prej motorit kemi ra me kryu, është këtë, po se vune është këtë dëmohen, është një fodullek këta si gjo, si të tregua si gjo. I të thonë, ti është i s'marrë vesh prej kësoj, punë pa kam i motor të malë. Që që në maksimum i respektoj tona me gjuje, me qizme, me këtë, po tash për të zetë, inshallah. Si ka thënë Engeli, inshallah i një gjallë. Inshallah i një gjallë. Në qoftë se do të merje, do të kishe një motor të fundit, cilin motor do zgjidhe, cilin version? Do shta këtë, apo motorin që ke, apo një motor që ke menduar për ta blerë dhe si ke blerë akoma? Unë nuk kam ëndra. Faleminderit Zotit, i kam këtë jashtë mundësive, unë i realizoj gjonat këtë jashtë mundësive, veç mjafton me mu fiksu diçalla aty deri që ta kryej atë, rri ton kohën. I tash për momentin jam këtë i qet, jam këtë i plotësuar. Nuk ke ndonjë motor domethënë që ka ngelur fiksim? Jo, kam i qef, kam i motor, po tash un kam 5 motora, i qefi nuk marran kurr. Gjithmonë dalin gjona, kam një Honda Runi. Honda Runi është jashtëzakonisht premja shumë i bukur. Ti ke 2 motora apo ke më shumë se 2 motora? Jo, kam një Honda V6, Honda Valkyria akoj. Është tipi, tipi i këtyne janë, është i vjetër, 99. Ai që bëri incidentin apo jo? Jo, ai ka kënë Suzuki Intruder. Ati kam shtremnu timonin, kam jetë po jam rru për një vit, e kam kështu këtë vorë rrije shok. Po kur ke kujt me hyp, nuk janë rënë atë vitën, pres më ndru vetë ajo. Ate e kam shumë për qef, më shok më janë shumë të naqën, kërnuën shumë me këta harlit, po mu nuk me hinë në sy, dhe më thonë. Nuk me hinë në sy. E kam atë Suzuki Intruder, është perfekcion, këtë që du, ma qëtëson shpirtin. Ka një zhurmë, ti shfrynë tonë nerva që ke në kryj, vetëm aja zhurma. Ma ne kërja shanë gazin, ka një përgjizje të dhe kërja ullë gazin, është këtë i qmenë. Qa cilindrat e ka? 1500 që është. Do me thënë ti posh 1500 që nuk të nuk kam, jo. Po ta blej grus 1100, shumë ta është i vogël. I vogël shvita. Po kam një BMW, nga këta, BMW kjo i 1200 lëte që janë me kasetofone, me kështu, shumë i marë, po gjujt nuk kanë, me moshën të eme, që më po bëj 38 vjeqen, po dhe kena abuzu i fije me gjdo gjasha në kodol para, nuk kena këtë të ri fringu. Këto kanë një avantaj shumë malë, nuk lodhin as krat, nuk lodhin as gjujt. Je komod? I ke tanë pikat e qëtësi, se gjuni ku e ke 90 grad e poshtë, e ke sa dush stërvit e ti, dhe të përfundështu që unë kam. Po, normal. Me i pushu. Nuk e ke atë problem me këta. Kurse me këtë BMW-n që po të regosha e ka, se i ka gjojt e thymë, pa më përse sa këtë shumë. Komod, po gjojt lodhin. Kam 2 Suzuki Intruder, kam një Honda Valkyria, kam këtë edhe BMW-n. Por, që është motor me premje, se s'kam si e tregoj Honda Runi, është i prodhim që ja po vetëm 2004-2005. Diçka është jashtëzakonisht i bukur, është shumë. Cili është motori më i fortë nga këta që ke tani?
Domethënë për jetë gjatësi dhe s'ka probleme. Po japonez, unë të japonez jam mos ma mushin mendën hiç, kam një gjithë fort teorinë ashtu. Japonez janë motora për mas me shku me u vu servisit mrapa. Motor pa hile. Ashtë do, ka rezistencën, dakord mund mas kënë shpika si gjo, mund të është kënë kopju, se ma tha dikush, është motor të i kopju, se ka rë dikur një kaçator i kanë thonë. Ma të regoj një, është harlist, Valkoqe, përshnes, edhe ka shumë bagazh për këtë gjanë, më tha, Honda, më tha mua, din si është pikë Honda, po kanë tha lufta 2 botnore, ka rë një kaçator, i thoshin, në Japoni, edhe që kanë bata, ka në zmontu, e kanë po se është si grup edhe e ka kopju. Dakord, po e ka kopju me super material. Mon, është diçka shumë rezistente. Po të kishte kënë Honda, i s'kishte ro, ko kënë kaçator, po rëmë tokë. Ka një arsye. Jo, është shumë të fort, do. Se ne jena shumë dhunshëm me këta, në sina për shtetin tonë, jo për mu marrë me qingli mingle, ku ka mi nru një atë vojnë e filtrën e kur gjohë, në një këta këtë e atë, se që janë da gjana shtesë që të bezdisim, pra ne e du transmisionin se nuk e kënej më ropa, s'ke probleme heq, në është veç me pora me... Problemi, do më thënë motorat e rinj, problemin e kanë se kanë vendosur shumë elektronik, edhe ti pas e pate tabletin kaq me marrë 500 milion informacione nuk merr veç gjë. Ndërsa ç'a bëhet fjalë nga 2012 mbrapa arrin ta shohësh se çfarë lloj modeli është. Ma primitiva, po. Kur tani ka hyrë shumë elektronika dhe çdo gjë përbëhet aty. Me një tablet i zgjidh shumë probleme. Po, e kuptoj, kishte ai shoku një XADV 2024 që duhet se ishte i bukur, se nuk mund thushi s'kan bëhet gjë se e kanë lodhur trunin shumë njerëzit në. Çfarë mendimi ke për XADV-n? Më pëlqen. Skuter 750, brenda skuterit është shumë nën. Po se po më thotë ai shok hin ku dush me te hyp në mal e ulesh në asfalte. Për mal kam kalu fazën me malit ja kam qit fundin me kalvo. Që janë vendet që nuk kalohet me asnjë lloj motorit kam hi me kal. E kam prej me not të mu vu kali me not mrapa me dalin krah tjetër i kam ezauru këta vendurat e malit. Çka kena për asfalt po lënë malin. Po. Cili është motori që nuk të hyn në sy fare? Domethënë sa e shef thua që unë këtij nuk i hi. Jo, më është me periudha, se kjo gjosh shumë shpirtnore. Po. Nuk guxon njëri edhe mu me ma shokush motorin minimumi në orën ja shoj, po më nikush. Nuk mund ta them atë, po është me periudha tin dikur na ishin syk vetëm sportivat kur i shifra këtë mod dukshin as se gjohesh. Tash ti po dosh më ofendu kërkën kur më ka lënë dikush me sportiv, shkëqoj që e kam gjamin e zi se buzëqeshi. Nuk e shumë të vegjël. Po. Kështu që është bore se ç'a tin sy për momentin. Cili ka qenë momenti më i vështirë në motor ose ndoshta ke pas një moment që të ka dhënë motori një leksion? Nuk të respektojnë makinat, nuk konsiderojnë jetë njërit, hiç. Shef pasqyrë, të pon pasqyrë, ta pret rrugën, të pon sy, ta pret këllaj. Nuk të konsiderojnë, mendojnë se ti fluturon me atë edhe përshtan. Olla nalo sa 500 kg se komandoj dot, ma pse jetën nalo. Si mendon ti më i vështirë është në qytet motori apo në rrugë interurbane autostradë? Po ai sa i man gjithmonë. Motori përfundimisht është. Unë pjesa e madhe shoh incidentet dhe aksidentet që bëhen janë brenda qytetit nga mos respektimi i sinjalistikës, semaforët, hyrje daljet e gabuara, makinat që të presin rrugën. Ndërsa në autostradë kur ti futesh man crown tënd, ndoshta janë kur ndodh në autostradë janë më fatale. Po. Por ama në qytet janë shumë të shpeshta. Në autostradë për shembull, unë sa herë që kaloj shoh në një qenë që e ka shtyp makina ose në një dhël për këto kafshë nac. Në motora fatala ja, me dalë pora. Në kena fatin me po shtypun se e ka shtypa i tjetëri pora. Për lartë qof me të dosh në e shtyp vetë. A del natën me motora? Po, ma. E ke frikë u del natën me motora? Është më mirë ditë? Jo, më nuk kam frikë, më. Kena frikë më kur gjava. E pas ke prerë frikën? Kena jetu 38 vjetë. Po, e ka rrezikun mran, ta në kohën e pres. A din qa, unë nuk kam frikë, po unë nuk e pres mu që unë kam ma mas aksidentit. Unë kam pas fat malë që jam urdzu, jam që prap. Në anë e ditë, me nërë jush më vite, s'po e thamë. Kisha shumë neveri, e shifsha motorin e ditë, ose e kisha vu baterinë e reja, ditë që ma prej rrugën qenë, ishte asi gjamë, ishte gjamë shumë e vogël, që është të vdek, ma beso isha të vdek prej dhimjive të ruan to. Ishte këtë banole me e po, mas me jamu shkuj menin se sa jam bro. Isha sa ka tuket. Mbi ishin ujë me pi, thosha ma hall në qafë, qosha dorë, këtë tjetën bile. Mboshin në spital, thosha, kam thuj këtë krahën. Po ja, mërë, mboshin shok, po ti se din që është me thuj krahën, o vlojta, unë e kam thuj, din tu se din që është. Mbohet e krahën si makaron, pëse ja, duhet mu hall për pjeta, e kam thuj më vo. Se me shqipsha se komandosha kërkun. Po bashortja atë, thot në njerë mos mendoj që duhet e gjithë dora, po... Jo, nga bashortja janë kështu rratë shofera shikon.
këtë kushrinjt e hoxhat, e jote, gjyshe, i kanë pas tanë, i kanë tanë patenta deri te e fundit, tanë ata që shkruan patenta. Jeni gjithë pasionant. Nuses, po ja kam mësu nuses, që sa me dalë me bëjt gjiro bashkë. Se pasioni ta merr kohën e familjes edhe të mundu me ndo bashkë, ja kam mësu. A dëgjon muzikë kur ecën në motor? Apo dëgjosh vetëm relaksin e me kasetofon, po. Është aksesor shumë i domosdoshëm, e kanë Harley, e kanë ato Elektra. Se ky ka dhe kasetofon? Jo, nuk e ka. I vehen disa boksa janë që i montohen jashtë, po deri fare pikët se mandej s'len era me një. Kurse Harley Davidson Elektra e ka kasetofonin e montuar te, është shumë madhështore. Është e vetmja gjë që i mungon motorit është kasetofoni. E kishte ajo BMW-a që thoshën e shijoshe shumë. Mirë, po e ka Elektra, po kasetofoni vlen shumë, por ajo pamja, ajo gjoja madhe e vumen të imon, s'ma mush synin hiç më duket si një ngarkuar. Duket si hunë e madhe, duket si femën e bukur me hunë të madhe. Hiqa atë hunën, bënë operacion. Po, një version i Harley dhe nuk e di kush e ka atë modelin që e ka atë pjesën e fryrë përpara. Po, e kanë. Do të shumë i bukur si motor, po ajo pjesa është pak si shëmtuar, del shumë. Po, duket si mish i huj duket mua. Dikujt veç ajo i pëlqen më shumë, është personale që jam apo. Po, e vërtet. Dikush se den po atë, unë kam lënë shumë po blej vetë se e kishin atë, edhe i shifshan fotografi, ai hiqet as i hiqet. Për zotin, qa kishin kilometrazhin të vumë të e i hiqshan, nuk ban ky. Se edhe në qofë se në njeni e kishtë atë kalçukun e madhe me dhumsha si mund t'ja heku, po kur e shifsha se e ka dhe kilometrazhin të lene se s'ban. A i modifikon ti motorat kur i ble, apo i mban gjithmonë në variantin e vetë? Jam marrë, me boria kam qef. Borin e kam shumë element shumë të rëndësishëm, boria shumë rëndësishme, duhet me të një prej largë, duhet me të një makina se s'ban. Më thonë, ajtë vlerëson sa të peshën ty motorin e përmjet borisë, e përmjet zhurmes të marmitës, duhet se s'ban zhurma me nga në sa ma madhe, por qa me na junë, se ty ku shosë si ban përshtypje, po unë besoj duhet me një shoferi që ato të ardi kubik i madhe ose diqa e shpejt. Deni for sinjalit më u trajmë që t'nalë u maso fut, se të pret rrugën shumë të t'ponë pasyrë, asë gjo. Njëse, boria ti, ata janë me bicikleta i trëm i hedhë më tanë? Jo, pa flasë në autostrat, në autostrat duhet me të një. Në autostrat. Çfarë mesazhi ke për motoristët? Veç mas ju hinë vetin qef. Po gjithë motoristët i hynë vetin qef. Po, është kërësorja, E ke kërë shkurt, kur t'hinë vetin qef, veç vetin se kuptan. Tonë shofin, veç ti se kuptan vetin. E vërdet. Veç kur është në spital, pa t'hi pak vetin qef. Do të ndosh kategori mendoj që kur t'hinë vetin qef. Apo jo, të marrësh një më low. Jo, me mend kry më do. Të shti sa do ku të se njëri rrejna e mon vetin më ndaj shpërthen dikon kur sa të po kush bënë të marrin tonë. E vërdet. Unë falenderoj që ndave këtë hapësirë me mua, të uroj shumë suksese në humorin tënd që ti e bën dhe të vjen shumë natyrshëm dhe gjithë e pëlqejnë. Faleminderit, bosh me ju. Suksese edhe në karrierën tënde, në punën tënde. Faleminderit gjithashtu. Suksese edhe ju, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Do t'ju ndjeku tash mbrapa. Që s'na ke ndjekur? Ju kam ndjek po gjona të shkurta kështu. Që jam, ashtu është mund ka hi vetin qef tjetër kot. Mund ka hi vetin qef se duket se s'mban kush me qesh. Po, bëjmë shumë me qesh se sa më bëjmë. Falenderoj shumë. Mirë pra miq, kemi ardhur në fund të kësaj hapësire. Uroj t'ju ketë pëlqyer video. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë dhe shihemi në videon e radhës.